Faleminderit shumë që jeni përgjigj ftesës tonë që sot këtu të mlidhemi bashkë me partnerin tonë në këtë projekt, Fondacionin Mane, për të sjellë pranë jush atë i cila është një mjet shumë i nevojshëm për ju, i cili ka të bëjë me karrocat. Karrocat që ju kemi sjellë sot janë karroca të reja, është një projekt kombëtar që Fondacioni Fundjavë Ndryshe ka nisur së bashku me Mane Foundation për të shkuar në çdo derë, në të gjithë Shqipërinë dhe për të mos lënë askënd i cili ka nevojë për një karrocë. Ky është takimi ynë i dytë, i pari ka qenë në Tiranë, ku kemi nisur me 300 karrocat e para. Sot kemi ardhur në Vlorë, shumë shpejt do të jemi në Shkodër. Ne e dimë që kjo nuk është një ndihmë e jashtëzakonshme për ju, por gjithashtu dimë se është një mjet shumë i nevojshëm për përditshmërinë tuaj. Ky takim sot këtu nuk është vetëm për dhurimin e këtyre karrocave, por gjithashtu ekipi i Fondacionit Mane dhe Fondacionit Fundjavë Ndryshe janë këtu për të dëgjuar pas të takimi problematikat që ju keni, sepse ju e dini që aktiviteti i Fundjavës Ndryshe është që të njohim më shumë problemet e juaja dhe sapo të kemi mundësi t'ju përgjigjemi jo vetëm me karroca, por dhe me gjëra tjera. Fondacioni Mane, me kujdesin e themeluesit të tij Samir Mane, ka nisur një projekt ambicioz për të mbuluar nevojat e komunitetit paraplegjik, tetraplegjik në vend, me trarritje me rrota. E kemi nisur në Tiranë dhe sot jemi në Vlorë, kur kemi dhuruar rreth 200 trarritje për komunitetin e qarkut të Vlorës. Objektivi kryesor është natyrisht integrimi i tyre në shoqëri dhe një jetesë dinjitoze. Shërbimi social shtetëror është në fakt një hall kyçe në rrjetën e institucioneve të mbrojtjes sociale, duke qenë i angazhuar drejt për drejt në ofrimin e mbështetjes për kategoritë në nevojë, për fëmijët, për të moshuarit, si dhe për personat me aftësi të kufizuar për të cilët jemi mbledhur sot këtu.